Drejtoria e Rrugëve Rurale ka vjuar intensivisht të punën në terren për riabilitimin dhe hapjen e rrugës së fshatit Lojme në njësinë administrative Zapot, një segment jetik për komunitetin që prej ditësh ishte bërë i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe materialeve inerte të sjellura nga rreshtet e fundit. Mjetet e rënda dhe grupet e punës të Drejtorisë së Bashkiake të Rrugëve Rurale janë angazhuar në pastrimin e trupit të rrugës, duke larguar masive të dheut dhe gurve që kishin bllokuar plotësisht qarkullimin. Ndërhyrja ka përfshirë vetëm pastrimin e sipërfaqes, por edhe sistemimin e skarpateve anësore për të shmangur rrezikun e rrëshqitjeve të tjera, si dhe hapjen e kanaleve kulluese për të garantuar rrjedhjen e ujrave. Strukturat përgjegjëse bëjnë me dije se përveç rikthimit të qarkullimit, do të vijojë monitorimi i vazhdueshëm këtij aksi, veçanërisht gjatë rrethtineve me rreshje intensive, kur terreni malor paraqet rrezik më të lartë për rrëshqitje. Në plan është edhe hartimi i masave parandaluese për stabilizimin e segmenteve problematike me qëllim shmangjen e situatave të ngjashme në të ardhmen. Ndërhyrje të tilla në infrastrukturën rurale mbeten thelbësore për të garantuar jo vetëm lëvizjen e lirë, por edhe sigurinë dhe zhvillimin e zonave të thella. Në një kohë kur sfidat e shpopullimit dhe migrimit të brendshëm mbeten të ndjeshme, aksesueshmëria dhe investimet në rrugë janë faktor kyç për të mbajtur gjallë komunitetet dhe për t'u dhënë atyre mundësi reale zhvillimi.